Get ready with me për një ditë tjetër në Prishtinë. Hello guys! Po mendos me e bo një si seri, kind of. It's gonna be called Girl Talk. Në fakt, jo ma keni jap qët ide. Mos më gjykoni që jam pak e lyme, po jam marrë në zyre ma herët edhe kom pas në to punë mi kry, po jam të e bo një touch-up. Kashtu ju kallëzu për serin që kom mendos me e bo në TikTok. U myta të e përmen, po Qaj ask me a question në Instagram, actually, ke kogja nice që e bona, duna ma shpesh me bo që se sene. Edhe plët që i kam kishin shkru ashtu me fol ma shumë për temat të caktume. E njona prej rekomendimeve ke fol ma shumë tema girl talk, edhe thash, nështë ta i shkon nice me bo që të sam weekly. Sot nuk është që vendosa me fol për diçka specifike, ma shumë ke si introduction i qësaj serie, i thënë. Sot është e marte dhe po menoj gjithë të marte nështë ta. Nuk e dija ka me funksionu, mos tëm prej shtashet, se na i herë nështë ta s'koj mujtë martën edhe ka më kona i tjetër, po diqysh po t'ingëllon mirë, Girl Talk Tuesday. I like it. Qëtash kur e menoj pse videot e mija jo më pëlqy prej juve dhe pse ka ndodhë qëto sen që shka ndodhë dhe sot muj me bu që të sen ashtu me pas ta më në full time job edhe me jetu prej content creation. Menoj që arsyeja o kon pse juve ju ka pëlqy kur jom kon vetja edhe i kom kallëzu menimet e mija që ashtu që shumë kanë ardhë. Edhe kom do ma shumë prej vetës, prej jetës tam. Kështu që po, pyetja jam për juve sot është, çfarë tema kishit dasht me i diskutu ma shumë every week. Disa prej propozimeve që më kanë ardha det, po edhe që une i kom rujtët që më kanë pëlqy ashtu. Kem kon me fol për self-confidence, qysh mos me tani për budallakinat që din mi thonë njerëz, sepse besomni, I've been there, edhe mu ma ka një dikur. Now, I don't give a shit. Temat lidhjes për shembull, çka ka funksionu për mu, për me pas një lidhje që une e cilësoj kogja healthy edhe të mirë. E kom dritare në qelë, e njërën e zhurmat e ndryshme dhe kolonat e Prishtinës. Pyetje tjera të shumë kërkuara janë me fol për ndërhyrjet edhe all the beauty stuff. Kjo mundet me backfire, se ka prej këtëne që ju intereson për një me, mandej ka prej këtëne tjerve që you're so fake, bla bla bla. Nisan tjetër që është sa jam i preferum me diskutu është me fol për biznes. Që shokon krejt procesi jam, që ja kom njist, unë në fakt veç ju kom tregu për këtë sane, pa ta boni video këgjat detaju me mama te ashtu me foto e sane se dine se ju kujtohet prej fillimeve të mija që jëm kon just a baby, jëm kon tepër e vogël kur ja kom njës me punu, po it worked out në fund, kështu që po ashtu make-up stuff, shumë pyetje ka pas për produkte që i përdore edhe pse me shenë çdo video po ma të detajume ashtu. What I eat gjatë ditës ose gjatë javës, qysh për kujdesesh për veten ose për trup, hygiene stuff, parfima, you know, all the girly stuff. Do shminka i kom qëto edhe një tjetër ide ke what's in my bag, që thash para menon që sa vjetë pastaj edhe nuk e kom bo kur një what's in my bag. Kjo s'ka të bëj në Girl Talk series, po ke ide nice, qante it's a mess, so it might be interesting. Ja kom njës shumë me shti fjallë anglisht në fjallorin tem edhe besomni që nuk e bëj me raj farë qëllimi ose me t'inglu ma kula diqka, po veç shprehi. Unë edhe më për diqëmëri foli qështu. Tash, mira sa. Gjykoj e një vetë, po ja. Regam një apjo pëlqan ideja. Edhe përveç me më tregu apjo pëlqan ideja, pres propozimet të ndryshme, cilat ishin kohën tema që ju kishin interesu. Tash tema që përshtate mu, se unë më janis me folë për shkencë se kam njetë. Po shumica për juve e dini tash më qëfare jam, so me aqë sa muj, ka me fol edhe komenda from my knowledge. Jo, veç prej eksperiencave të mija. Nuk të më thonë që ja që laj gjithë, ose që e kam gjithë mirë, unë e foli veç për menimin tam. Mu që am pëlqen, mu që am përshtatët, unë e qa kom kalu ose qa më ka ndodhë. E kuptut cili është plani jam, ta shkallëzomni qa po menoni për ngjyrën tam të flokëve
momentale. Dje jom kon, i kom ngjyros. Nuk e di, a jeni të mujt mi vrejt, po e kom rojën pak ma të qelt, unë e të mijat i kom shumë të zeza, I hate it. Edhe as nuk e kisha ditë që është e mundun me e qel rojën pak veç me ngjyrë. Kom menu që gjithçysh duhesh mi bo me blanche first, po I guess që po të qelke dhe veç me ngjyrë. Nuk është që i kom shumë të qelta, po mu ka bo pak një farë nuance ma e kafta ashtu. Mu po m'pëlqen. Edhe këto poshtë i bona pak ma ngjyrë të ngratë. S'di mu që të m'pëlqen këto tones ma të nxehta ashtu. Durani dhe veç edhe 2 minuta. Okay guys, jemi gati. Edhe ja, bye!